duke se ke qenë në teren, a mund të ndash detaje të cilat ndoshta ne nuk I dim në lidhje me rastin? Në fakt me të 3 rastet. Në fakt janë 2 raste, 3 vrasje. Po, 3 të vdekur, po. Faleminderit për korrigjimin. Po, fillimisht para 2 netësh ka ndodhur një vrasje në Vështri ku një 19 vjeçar ka humbur jetën në një prit atentat që I ka zënë një bashkëmashatar I tij. Deri te ai problem se mas krejt informacioneve tona që I kena ka ardhur për shkak se ata kanë pas një mosmarrëveshje më herët ata 2-3, ndërsa e cila ka eskaluar me një shirë banale me strive, edhe e cila ka eskaluar në vrasje, domethënë është një vrasje që ka mund të evitohet, nuk ka pas ndonjë arsye, sidoqoftë për vrasje s'ka kurfar arsye ndodhen, mirë po ai ka zënë prit. Përderisa te rasti I dieshëm ku humbi jetën një zonë fshatin Stanaft të Vështrisë, ajo ka punu për disa vite te dorasi, faktikisht I vetë vrari, ai që ka zënë prit, edhe në intervistë për Veria Info për neve që ka dhënë sot konati I sajna, ka treguar që ajo 3-4 herë është largu nga puna nga I shefi I saj, ndërsa herë në fundit ma nuk ka pranu të kthehet në punë. Edhe ajo ka shku me punu të një konkurent për Baltina që kanë një furë, verzioni I familjes edhe verzioni, nuk ka verzion tjetër deri tash që është kë, ai I ka dalë në prit kësajna, kur ajo ka hyp furgan në fund të orarit punës te furra ku ka qenë të punu të konkurenti I këtina, ka zbrit nga furgoni në fshatin Stanaft, se të nën kalimi, ai ka dalë në prit, e ka sulmu me armë zjarri direkt në gjaks, bashkë me të kur kanë zbrit nga furgoni ka qenë edhe një fëqinje saj me një vajzë të mitër, edhe fëqinja pretendon që ka shten në drejtim të sajna. Kjo është verzioni deri tash, këtu janë donat pak a shumë deri tash. Ka pasur qëllim për ta vrarë edhe personi shoqërues që pas ka qenë me të? Ajo ka thonë paktën fillimisht deklaratat fillestare para familjarëve, ka thonë që ka pas qëllim edhe mu në vrotë menu që me afërme e sajna, mirë pa e ka arrit me ikë. Zoti Elezia, ka qenë mundur të parandalohen këto 2 rastet e fundit në Vështri? Në fakt, do të nisim nga problemi më rëndësishëm që është degradimi I sigurisë publike në përgjithësi në territorin e Republikës Kosovës dhe këta 2 raste në Vështri ndoshta janë të fundit, po jo vetëm në këto muajt e fundit që kemi një degradim serioz të sigurisë publike e posaçërisht për shkak të armbajtjes pa leje, posedimit dhe armbajtjes pa leje të personave të cilët janë inkompetent dhe